që 5 vjetë që më ka lajmëru, do më thonë, si pjesa më e vështirë e jetës ta më konë që ajo. Shumë pak e folin, por nuk është e turpshme, nuk është diçka që duhet me talë marrë për që asaj. Cilat janë ato pikat kryesore që kur përballet cili me një sfidë zgjohet prapë në këmbë në një formë apo tjetër? Muna me cekë që u konë ankthi. Ankthi dhe panika ataku, që 5 vjetë që më ka lajmëru, do më thonë, si pjesa më e vështirë e jetës ta më konë që ajo, kur më ka ndodhë herën e parë, se ku më dita shka është. Po, sot sa flitet pikërisht për këtë pjesë, për pjesën e shëndetit mendor? Që ato dështë edhe me cikë këtë punën e ankthit, se ku në fundit, përvrej që ka shumë njerëz me probleme me ankth, me panik atak, që ato edhe cika se shumë pak e folin, por nuk është e turpshme, nuk është diçka që duhet me talë marrë për që asaj, se këtu ndodhen 5 vitat tjetës. Do më thonë, në moment që ju përjetojmë, do më thonë që edhe jem gjallë, që ju përjetojmë që ato. Çka ju ka ndihmu më shumë të gjatë tyre 5 viteve kër u përballet me ankth? Unë vetë vetës që këmë ndihmu më shumë. Flisje me vetën në një formë? Ja kom njësë me meditu ma shumë, me gjithmonë edhe ju marë pak me meditim, me vetën. Kom vrej që duhet më marë ma shumë me shpirtin tonë, kushtu vetës ma shumë ko, me pranu ankthin si ankth, jo si armektonin, po si pjesë e jetës. Se gjatë jetës mundet me ndodhe edhe ankthi edhe na i smundje, po na duhet me luftu. Po, krejt kjo periud, qoftë e aspekt profesional, qoftë edhe përballja me ankth, sa keni qenë gjithmonë aty edhe për fëmijët, për shkak që i përmende edhe tatu në fillim, një ndër tatut e preferuar, apo besoj? Për fat temin të mirë, vajzat ju ngon të rritura, kur e kum përjetu atakun e panik, po të herën e parë, edhe e kanë kuptu shumë mirë, kum pas shumë për krahje për tëmve dhe për familjes, po mu dërzu si mu dërzu kur. Nuk është ajo që më kanal, mës me shku në punë, mës me dalë, mës me udhëtu, do më thonë, edhe gjithat frikë që e ki mbranda vetit, dush me shku të para dhe mi tregu vetës që ti e pak me forë se që aja.